produksioni ju jep hapësirë dhe i fton në shtëpi, atëherë është në dorën e tyre që të mos kthehen në objekt, por të kthehen në një lloj potenciali. Pra, nuk është produksioni ai që le të themi mund të krijojë këtë perceptimin që femrat po përdoren, por për sa kohë ato janë ato loje dhe zgjedhin një lojë ku flirti është number one, pra që lejojnë që të ekspozohen dhe të kenë një lloj romance, të keq trajtohen në thonjza, se është fjalë e madhe, por sidoqoftë është në dorën e tyre për të bërë lojën, për të qenë viktim, për të qenë fort, për të qenë, le të themi, një temperament që përballon debate dhe ul burrin poshtë, pra është në të gjitha në dorën e tyre, se për sa kohë ju jepet hapësira dhe janë 24/7, zgjedhin ato se si të sillen dhe se si të prezantohen në sy të publikut. Besoj kemi parë që edhe në shumë edicione gratë të forta ka pasur, goca të forta ka pasur dhe nuk besoj që mungojnë edhe në këtë edicion edhe pse fillua me këtë lloj zhveshje, por me kalimin e ditëve do të shikojmë që ka potencial dhe ka gratë forta që do të tregojë dhe historitë e tyre, që besoj do të jenë një lloj frymëzimi se Big Brother është një lojë, nuk është një shkollë. E kemi thënë shpeshherë dhe nuk duhet ta marrim kaq shumë shablon që shiko këto janë shembull. Ato janë pjesë e një loje, marrin një famë momentale dhe kush është i zoti për ta mbajtur më pas këtë, okay, bëhen veprime që dënohen, është një Big Brother ku dënon veprime dhe le të themi gjykohen disa sjellje të shoqërisë, se si janë ngacmime që bëhen grave që janë dënuar në çdo Big Brother dhe në këtë kuadër besoj që shërben shumë mirë si platformë sociale për të dënuar këto veprime të gabuara që bëhen në shoqëri. Mirë, po realiteti, më fal që